8 studentët që goditën me vezë kryeministrin Edi Rama gjatë një aktiviteti në Fakultetin e Shkencave Sociale në nëntor të 2015-s janë gjetur fajtor nga Gjykata e Tiranës. Sipas vendimit të gjyqtarit Arben Micko, studentët kanë konsumuar veprën penale të goditjes për shkak të detyrës dhe kundërshtimit të punonjësve të policisë. Ndaj tyre është dhënë masa dënimi 2 muaj burg për secilin, e konvertuar kjo në shërbim prove dhe punë të detyruar publike. Vetë studentët kanë reaguar pas vendimit duke i quajtur këtë një gjyq politik. Për sa i përket vendimit gjykatës që na shpalli fajtor me 2 muaj burg ose 6 dhjetor punë publike, dënimi i cili mund konvertohet në 6 dhjetor punë publike, mendojmë që i gjithë procesi që nga momenti që ne kemi qenë pandehore deri në shpalljen fajtor, ka qenë një hakmarrje politike për shkak të çerrjes maskës që i kemi bërë keqbërësit, i cili as nuk guxoi të paraqitej si dëshmitar në gjyqin ndaj nesh. Pasi qelluan me vezën e kryeministrit, disa prej studentëve u shoqëruan në polici dhe u proceduan penalisht në gjendje të lirë. Ndërkohë, prokuroria në pretencën e saj kërkoi një javë më parë dënimin e tyre dhe konvertimin e dënimit me punë publike, siç dhe vendosi gjykata.